Paralajmërimi nga zyra rregullatorit për energji elektrike në rritje prej 15% të çmimit të energjisë elektrike ka nxitur reagime të shumta te qytetarët. Në prononcimet e disa prej qytetarëve të intervistuar sot, kuptojmë se ata janë kundër këtij vendimi për shkak të kostës së papërballueshme. Rritjen e çmimit të energjisë presim kërcysh. 120 euro kombëtarna mujore e 55 euro i daj rrymë çdo muj. 55 euro rrymë, 20 tuj, po më 70, kuna ushqimi, kuna darë të tjera, që duhet market me shku shumë, bërëm një herë mujt. Na përvlerësojmë shumë dopt. Kjo është san katastrofë për popullin tonë, për zgjenjen tonë se e kemë na. Është shumë dopt. Për gjithë sene me rritë. Çdo vit rritet rryma, rriten artikujt për çdo ditë. Kur dalin me fol kërseja, ja ul çmimi, ja kështu, ja nuk ul çmimi. Po shumë dopt është. Unë rritjen e rrymës e vlerësoj negativ. Është marrë për qeverinë tonë, me bukë si sana, se rrogën, pensionin, 280 euro e kene. A më pagu rrymë, a më pagu ujë, a më pagu borllok. Ka më shu, a më ble hapat, barnat për veti. E ka më dhe shoqen së mund. Ku më marë? Këta për ditë, jo të rrymën, po të gjithë shmimet e nevojshme për jetën e njeriut, jo në ka e rriti. Rryma elektrike për mu edhe për këtë popullin e Kosovës është shumë shtrejt. Rryma elektrike deri se jeton një njeri me 100 euro jeton, mu më mërmendja se shumë rrit rryma elektrike. A mendon që është e papërballueshme? Kjo është shumë e papërballueshme në një njeri si jeton me gjendje katastrofë, gjendje ekonomike katastrofë, mu më mërmendja shumë e papërballueshme është. Qytetarët, por edhe komuniteti i pensionistëve vlerësojnë se bazuar në të ardhurat mujore që sigurojnë më shumë vështirësi financiare, kalojnë nga muaji në muaj.